Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, njëkohësisht kryetare e Këshillit të Investimeve Derina Ibrahimaj, drejtoi mbledhjen e radhës të Këshillit të Investimeve, ku në fokus të diskutimeve ishte siguria juridike e pronës. Në hapje të fjalës së saj, ministria u shpreh se kjo çështje mbetet ndër më të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit dhe për forcimin e klimës së investimeve, veçanërisht në një kohë kur Shqipëria ka ndërmarrë reforma të rëndësishme në drejtim të digitalizimit dhe përmirësimit të shërbimeve publike. Duke u ndalur te fusha e pronës, Ibrahima i theksoi se reforma duhet të shihet si pjesë e një qasjeje të integruar, pasi ndikon drejt për drejt në sektor kyç të ekonomisë si bujqësia, agrobiznesi, turizmi, ndërtimi dhe investimet strategjike. Ajo evidentoi progresin e arritur në regjistrimin e pronave dhe digitalizimin e të dhënave, përfshirë edhe përpjekjet e vazhdueshme të kadastrës për modernizimin e shërbimeve. Megjithatë, ministria theksoi se mbeten ende sfida konkrete që kërkojnë adresim. Në këtë kuadër, ajo nënvizoi se reformat në kuadrin ligjor dhe në agjendën e rritjes synojnë përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, rritjen e transparencës dhe ndërtimin e një sistemi të besueshëm dhe funksional. Gjatë mbledhjes, ministri ndau gjithashtu me pjesëmarrësit nevojën për forcimin e qëndrueshmërisë institucionale të Këshillit të Investimeve, duke synuar ndërtimin e strukturave që mund të funksionojnë në mënyrë të pavarur dhe afatgjatë. Në këtë drejtim po shqyrtohet mundësia e bashkimit të disa këshillave të biznesit në një strukturë të përbashkët me qëllim rritjen e efektivitetit dhe koordinimit. Sipas saj, Këshilli i Investimeve mbetet një nga strukturat më profesionale dhe funksionale dhe synimi është zgjerimi i rolit të tij si një platformë e rëndësishme konsultimi. Ibrahima i theksoi se reforma e pronës ka ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik, në rritjen e investimeve dhe në forcimin e besimit të sipërmarrjes, duke nënvizuar rëndësinë e përkthimit të saj në rezultate konkrete për qytetarët dhe biznesin.